ju keni qenë pjesëtarë i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, po ashtu ju vetëm ju, por dhe disa anëtarë të familjes tuaj. Na trego pak për veten tënde, kur jeni kyçur në UÇK, në cilën pjesë keni luftuar? Shiko, angazhimi im në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës fillon herët, para se të ndodhshin luftimet frontale, do të thotë, në mes të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Natyrisht është bërë përpjekje që të ketë një organizim për rezistencë të armatosur, dhe kjo është bërë e mundur duke përdorur mënyra të ndryshme, duke kontaktuar me njerëz të ndryshëm, dhe do të thotë kontaktet e mia me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës fillimisht kanë qenë, do të thotë, Rifat Sheku, vllau i generalit Skënder Sheku, i cili tashmë është hero i Kosovës, i vrarë në betejën e Logjës, pastaj Qerim Kelmendi, dhe mënyra se si ka ardhur deri te bashkëpunimi me Qerimin është paksa interesante, se e kemi përdorur në atë kohë sportin për ta mobilizuar rinin e lokalitetit tonë. Çullin e futbollit atë që. Pra, e keni kamufluar situatën në këtë mënyrë apo jo? Sepse ka qenë e vështirë dhe të mbledheshit. Natyrisht të flitet sot, do thotë, për angazhimet në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës është e lehtë, por t'ju them drejtën, në atë kohë kur vërtet ka ndodhur kjo, nuk ka qenë as pak e lehtë. Për shkak se pushtuesi serb në atë kohë kishte arritur që të shtrinë ndikimin e vet kudo dhe kishte njerëz të tij kudo, përmes të cilëve mbante në kontroll gjithçka. Dhe sa lehtë sot ofendohet, më vërtet më vjen shumë keq për këtë popull, dhe ndoshta sidomos ne që e kemi përjetuar gjenerata jonë dhe të tjerët e dim dhe emocionohemi apo dëshpërohemi më shumë se si sot ndonjëherë dyshohet për vlerat e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Po, unë besoj që nuk mund të ketë dyshime për vlerat e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, dhe kushdo që përpiqet, do të thotë, edhe nëse ka një minimum të vlerave të veta, do t'i ulë ato, për shkak se vlerat e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës janë të etabluara në të arriturat e saj, pra lufta ndodh për të arritur lirinë, dhe liria është kulminacioni i një aktiviteti luftarak. Dhe kemi arritur apo jo? Po, pra, Ushtria Qëllimtare ka bërë këtë, dhe askush nuk mund ta mohojë këtë. Ato njerëzit mund të përpiqen, por është e kotë, sepse ne sot e jetojmë lirinë e cila ka ardhur përmes luftës së Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Më pastaj, pikërisht njerëzit të cilët e kanë bërë luftën, kanë qenë njerëz të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, më vonë kanë bërë angazhim kolosal që s'ka qenë i vogël, edhe në fushën politike dhe diplomatike kanë arritur pra që të mobilizojnë një botë të tërë për ta bërë shtetin e Kosovës, dhe ne sot e kemi shtetin e Kosovës, prandaj janë dy të arritura shumë të mëdha që vinë me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, dhe askush s'mund t'i mohojë këto, s'mund t'i ofendoj. Do thotë, nuk besoj që ndjehet i ofenduar kushdo nga pjesëtarët e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, nga njerëz të cilët unë besoj që kanë vlera dyshimta kur flasin kundër UÇK-s dhe kundër luftës së krimit shtetit të arritura të mëdha kolosale që i kemi bërë. E për mi arritur gjitha këto, Lorek, është sigurisht që shumë familje dhe kanë humbur ma dashurit e tyre, shumë luftëtarë të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës kanë rënë gjatë luftës, fatkeqësisht edhe shumë civil po ashtu janë vrarë nga serbët. Se kanë kursyer as kanë as moshat, as gjenerata, madje as edhe persona a janë të kyçur apo nuk janë në këto rrjetat luftës. Për më u lidh me Gonxhën, ne kemi diskutuar këtu disa në studio, kemi përmend sigurisht edhe korrespondenti Jon Valdrini kur është lidh nga Peja për masakrën e Qyshkut, ka fol me datën 14 maj që ka ndodhur në 1999, ku janë vrarë rreth 42 mashkull nëse nuk gaboj, edhe nëse s'gaboj 38 janë trupa të djegur, që e kam lexuar një farë raporte, dhe më pastaj kanë ardhur ato gjykime, disa janë arrestuar, disa ju kanë jepur disa gjykime 106 vjet, ndonjë në total është dënimi për ata. Mirë po, mu po më intereson, për shkak se sipas çish ma ke treguar historinë që ti nuk ke qenë prezant, ke qenë në burg në atë kohë, po më intereson çish e deti ngjarjen, çka ka ndodhur në atë kohë, edhe shpjegona pak që me ditë edhe populli se çka kanë hek. Fillimisht familja Lushi, e pastaj edhe të gjithë ata që kanë qenë aty të vdekur. Përjetimet e familjes Lushi janë përjetimet të gjithë banorëve të fshatit Qyshk, sepse Qyshk, Pavlan, Zahaq, Llabian, pra gjithë atij lokaliteti ku me 14 maj të vitit 1999 janë ekzekutuar rreth 100 persona në këtë lokalitet. Pra është kryer një masakër tepër e madhe dhe tepër e tmerrshme. Banorët e këtyre lokaliteteve dhe sot e kësaj dite jetojnë me dhimbjen edhe me tmerrin e asaj ngjarje që ka ndodhur.
por sa i përket fshatit Qyshk, është e vërtet që aty do të thotë personat janë ndarë në 3 shtëpi, do të thotë janë ekzekutuar në 3 shtëpi, dhe pastaj atyre shtëpive me personat e ekzekutuar brenda i është vënë flaka dhe aty nga ato shtëpi. Për të fshirë gjurmët apo jo? Po, për të fshirë gjurmët, por gjurmët e krimit vështirë fshihen dhe nga ato 3 shtëpi është shumë interesant që kanë shpëtuar nga secila nga një person. Dikush me plag, dikush pa plag, por janë dëshmitar gjallë dhe e dinë se si ka ndodhur ajo, por nuk është e rastësishme. Unë mendoj janë këto shtëpit vetëm për ta informuar dhe publikun, janë këto apo jo lokacionet? Po, janë këto janë lokacionet. Mirë, por nuk është e rastësishme, besoj kjo pse ka ndodhur në fshatin Qyshk, se sipas mendimit tim janë 2 arsye që serbët kanë vendosur ta kryjnë këtë masakrë në fshatin Qyshk. Është për shkak se fshati Gorazhdec ka qenë afër fshatit Qyshk dhe ata gjithashtu kanë pas një tendencë edhe strategjikisht do të thotë në aspektin strategjik që ta mbajnë magjistralen pej Prishtinë ta mbajnë të hapur dhe është dashur që të eliminohet fshati Qyshk nga kjo si një pengesë. Ndërkaq që djemtë të fshatit Qyshk, përfshi edhe generalin Agim Qeku e shumë të tjerë, djemtë të fshatit Qyshk kanë qenë të kyqur thellë në rrjedhat e luftës dhe të ushtrisë lirimtare të Kosovës, për çka serbët kanë qenë në dieni dhe janë marrë vendime qysh në Beograd atje për të ndërhyrë dhe për të kryer një masakër hakmarrëse do të thosha. Për këtë. Ne do të thotë nga Qyshku, edhe unë personalisht kemi qenë të kyqur në betejën e Logjës, pra fillimisht atje kemi qenë shumë djem nga Qyshku, do të thotë kemi qenë nën komandën e generalit Skënder Qeku, tashme hero i Kosovës, dhe kemi bërë, do thot, gjithçka që në një farë mënyre të mohojmë vetveten me qëllim që të realizojmë atë për çka ishim angazhuar pra lirin e vendit tonë. Ndërkohë, nga Logja, ne vazhdimisht bartnim armatim sepse mendonim që ta zgjerojmë pra luftën edhe në regionin e Lugut të Drinit, ku më vonë pastaj formohet brigada 133 Adrian Krasniqi. Do thotë, këto janë përpjekjet edhe gjatë kohës derisa ne zhvillonim luftimin në Logj. Korridore të tjera me shpërnda luftën. Po, gjithsesi ne bartnim kohë pas kohe armatime, do thotë nga Logja, të cilat i kishim sjell nga Shqipëria, dhe i kishim vendosur në fshatin Logj dhe pastaj në momentet qeta kur nuk kishte luftime, ne bartnim aq sa kishim mundësi të bartim me një herë, do thotë armatim dhe e nxjerrnim në këto pjesë ku akoma s'kishte luftime. Do thotë, por që qëllimi ishte që të zgjeroheshin luftimet, të mobilizoheshin njerëzit dhe të bëhej një luftë më e gjerë, një territor më i gjerë, për nga do të buronte liria e Kosovës dhe kështu ndodhi më vonë do thotë rezultuan përpjekjet e para për themelimin e brigadës 133 Adrian Krasniqi, cila kishte shtrirje në rajonin e Lugut të Drinit apo siç njihet Podguri e Mexher, do thotë ku forcat serbe kanë pësuar humbjet e mëdha nga kjo brigadë dhe vlen të theksohet që përpjekjet për themelimin e kësaj brigade vinë në kohën, nëse ju kujtohen deklaratat e komandantit të zonës Ramush Haradinaj, i cili thoshte që ka mbet me një numër simbolik të ushtarëve, pra përveç ushtarëve që kishte ai në Jablanic dhe regionet anaj, ishin disa ushtarë të mobilizuar edhe në regionin e Lugut të Drinit, të cilët po përpiqeshin ta reorganizonin ushtrinë lirimtare të Kosovës pas gjithë atyre ofanzivave të Gushtit dhe Shtatorit që ishin goxha shkatruese për ushtrinë lirimtare. Ndërkohë, kur është zhvilluar masakra e Qyshkut, ju thatë që keni qenë në Burg apo jo? Po, sepse... Dhe në këtë masakër keni humbur anëtarët e familjes? Po, në këtë masakër kam humbur anëtarët e familjes, por para se të them këtë, do thotë vlen të theksohet edhe një detaj që besoj që është mjaft me rëndësi të specifikohet, njerëzit këtë nuk e kanë ditur dhe është mirë që të dihet, pra gjatë kohës sa ishim në luftimet e Logjës, vetë generali Skënder Qeku me kishte autorizuar mua që të marr armatim dhe të armatosi thanë kushtimisht do thotë mashkujt e familjes time. Dhe unë i kam marrë armët, u a kam dorëzuar atyre, do thotë dhe ata i kanë marrë armët, i kanë pranuar dhe nga i moment ata kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të angazhuar në logjistik. Do thotë sepse aq sa është e rëndësishme do thotë
pjesëmarrja në vijën e frontit është shumë më rëndësi edhe organizimet logjistike të cilat bëhen jashtë vijës së frontit, sepse aty kitë bësh me organizime për shembull me tubime që mbajnë ushtria shërbimtare e Kosovës, që janë mbajtur shumë të tilla në shtëpinë time, edhe pa qenë unë fare prezant. Aty pastaj grumbullimi i armatimit, grumbullimi i mjeteve shëndetësore e tjera të cilat duhet të transportoheshin pastaj në vijat e frontit. E kështu. Po, është e vërtet, unë kam qenë në kohën kur ka ndodhur masakra e Qyshkut, unë kam qenë i burgosur, për shkak se, siç e specifikova më parë, gjatë angazhimeve tona, do të thotë për krijimin e brigadës 133, Adrian Krasniqi dhe në një gjatëbartje së një kontingjenti të armatimit, të cilën e merrnim nga Ruhoti për ta dërguar në Ozdrem, ku isha bashkë me Azem Veselin dhe Naim Gjurën, unë u plagosa, do thotë plagët e mia ishin tepër të rënda, atëherë kisha 7 plagë, dhe duke qenë se në atë kohë infrastruktura ushtarake e ushtrisë shërbimtare të Kosovës nga ofanzivat e gushtit e të shtatorit të cilat ishin tepër të fuqishme, goxha ishte shkatruar, nuk kishte spitale ushtarake, dhe duke e parë gjendjen time tepër të rëndë shëndetësore që pak kush mund ta besonte se edhe do të shpëtoja, shokët kishin vendosur, pra shokët e brigadës, shokët e njësitit që më vonë do të bëhej brigadë, kishin vendosur që të më dërgojnë në spitalin e PES, edhe pse spitali i PES në atë kohë kontrollohej plotësisht nga forcat serbe, por kishte mjek shqiptar, të cilët më trajtuan mua, pra ishte më trajtuan, ishte Hysen Mazreku, ishte Ramsa Lihaj, dhe kishte edhe infermiere që jam falendërues jashtëzakonisht ndaj tyre, Shek Xhevuka e tjerë. Ju thatë që keni qenë në gjendje shumë të rëndë, na trego pak ku ke pas plagët. Plagët i kam pas në pjesën e abdomenit, do thotë, po, në bark, edhe poshtë kanë qenë 7 plagë, të cilat vetëm Zoti i Madh e din se si kam shpëtuar, se në të vërtetë ato kanë qenë plagë vdekjepruse. Por megjithatë, ja, unë jam këtu sot me ju, bashkë këtu dhe po rrëfej për tregime që besoj që janë interesante për publikun. Padyshim. Ndërkohë ju e përmendni që gjatë qëndrimit në spital e ka potencuar që është vizituar nga shumë kush, po besoj, por nga një person që do ndoni ta ndanit edhe ne. Po, është vërtet. Jo, në vërtet nuk jam vizituar nga askush, sepse apo nga askush? Jo, po mendoj nga i person po ju thatë nga shumë kush, prandaj nuk sepse i kam pas të ndaluar të gjitha vizitat. Askush s'ka pas të drejtë të më kontaktoj. Por ka qenë një vajzë e cila ka qenë bashkëpunëtore e jona, pra e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, një vajzë shumë trime, Afrodita Zekaj, e cila ka arritur të futet në spital, ka arritur ta vesh mantelin e infermieres, po, dhe është futur në dhomën time si infermiere. Dhoma ime kishte një ruajtje të hekurt nga policia serbe, kisha policë të dera dhe të dritarja. Jo, po, ajo është futur si infermiere, ka depërtuar aty, duhet këtë qenë jak tepër i guximshëm i saj që ta bëj këtë, dhe natyrisht ka ardhur, më ka sjell porosi në shokëve, do të thotë. Cila është ajo porosi? Porosia ishte, ata interesoheshin se si është gjendja ime, do të thotë, dhe a jam unë i lëvizshëm, dhe nga kjo unë e kuptova që ata dëshirojnë të ndërmarrin diçka. Unë i thash Afroditës që t'ju thotë shokëve që të mos ndërmarrin asgjë, sepse unë jam duke bërë një përpjekje brenda. Isha duke bërë një përpjekje në një farë mënyrë që të koordinohem me infermierët aty, dhe mendoja që në një moment saktum kur të ndjehem i aftë për televizor, t'ju japim nga një kafe, t'ju hedhim diçka për gjumë policëve, përmes infermierëve, dhe kështu të organizoja ratisjen time. Mirë po, kjo ishte spaku vetëm një përpjekje, një plan kështu i ideuar në mendjen time, i cili për me mbjetu. Po, nuk erdhi asnjëherë në shprehje, sepse megjithatë shokët e mi do të thotë nuk e ndaluan dot veten dhe ndërmorën këtë veprim ku me datën 13 nëntor, jo, me datën 13 nëntor jam plagosur, por me datën 4 dhjetor të vitit 1998, Mërvete Maksudaj dhe Besnik Shala vinë vetëm këta të dy në një aksion diverzant në përpjekje për të më tërhequr mua nga spitali i PES. Mirë po ata u diktuan dhe operacioni i tyre pra përfundoi pa sukses në kuptimin e nxjerrjes time nga spitali. Unë mbeta aty dhe tashmë veç u vërtetua që unë jam pjesë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, sepse deri atëherë përpiqesha të mos e pranoj një gjë të tillë. Po pra, kështu, por më s'kisha nga ti asaj. Po, dhe ndodhi ai konfrontimi i famshëm në spitalin e PES, i cili unë mund t'ju them që ndoshta mund t'i duket dikuj që është tepër kjo që po e them, por pas aktit të familjes Jashari në Prekaz, ky duhet të jetë
duhet të jetë akcioni me vlerën më të madhe të ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse vinte pas një kohë kur ofanzivat e gushtit të shtatorit e kishin rënuar kaq shumë ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe infrastrukturën e saj. Njerëzit kishin filluar të besojnë se UÇK-ja është shkapërderdhur dhe është shkatruar. Dhe në momentin kur ndodhi aksioni i spitalit Tepez dhe ndodhi në zemër të forcave anmike, aty ku askush s'mund ta priste, njerëzit e kuptuan që UÇK-ja qenë ka gjallë, qenë ka aktive dhe filluan të kërkojnë lidhjet ku janë ata që përsëri të bashkangjiten dhe kështu pra u rimasovizu ushtria lirimtare e Kosovës dhe vazhdoi lufta. Në rajonin e Lugu Drinit ka pastaj një fluks të jashtëzakonshëm, po flas sepse në atë kohë kam qenë i arrestuar, por siç më kanë treguar, siç më kanë rrefyer bashkëluftarët e mi, miqtë e mi, ka pas një fluks të madh të njerëzve, aq sa nuk kanë pas mundësi t'ju japin armatim, do thotë për t'i kyçur në radhë. Se është ngrit motivin ndoshta edhe kur kanë duke qenë që ky aksion ndodhi pra në zemër të qytetit dhe pikërisht aty ku konsideroi që duhet të ishte një fortifikim shumë i fortë i forcave serbe, sepse spitali kontrollohej nga serbët, me që ata aty i dërgonin të plagosurit e tyre. Le të ndajmë pak edhe për pak qaste tek Myrvete Maksuti dhe tek tentativa e saj për t'ju shpëtuar. Si ndodhi? Me të ishte ju thatë dhe Besnik Shala apo jo? A rriti të depërtonte, a humbi jetën në tentativën e parë? Si ishte ngjarja pastaj? Shiko, në atë kohë unë kam qenë i shtrirë në dhomën e spitalit dhe kam qenë i palëvizshëm. Unë mund ta përshkruaj një moment shumë interesant kur i kam dëgjuar krismat. Dhe tash më veshi paka shumë i stërvitur, do thot, e dëgjoja që krismat vinin nga dy pozicione, pra sepse kishte krizma në spital. Kur ata deheshin ose diçka kështu, serbet ja krisnin ndonjëherë. Por në këtë rast dëgjohi që vinin nga dy pozicione. Dhe e kuptova që diçka po ndodh. Ishte me mua një plak në dhomën e spitalit Fazli Mustafaj, nga Glloxhani, dhe i thash Atina, thash Mirxa Fazli, thash këtu, thash, o ka ndodhur një konfrontim, thash, mes forcave serbe dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe thash jam i bindur që kjo ka ndodhur për mua, sepse s'kishte për kënd, dika tjetër aty. Le, u shpreh, bënim shakon mes veti, ishte në plak i jashtëzakonshëm. Le, tha mëre, budalla i vokshit, me që unë vi nga vokshi, kështu, le mëre budalla i vokshit, thash janë pisi tana herë, tha, ka gjujnë për qef, thash, jo, s'është ashtu. Kësaj radhës, s'është ashtu. Nuk vënoj shumë dhe dhoma ime u mush plot e për plot me polic, me inspektor, me agent serb e krejt, të cilët filluan të më bastisin ashtu si që isha unë në krevat, do thot, i operuar, i palëvizshëm, krejt, shtu kishin atë frikën, do thot që s'ka dëpërtu ndonjë armë. Edhe unë kam diçka aty. Dhe pastaj, kur kam kuptu unë që është vrarë Myrveti, kam kuptu pastaj gjatë intervistave në UDV. Diku 3 ose 4 ditë. Intervista? Po, në intervista, gjithsej një javë janë bërë, po diku pas 3 ose 4 dite kam kuptu që është Myrveti, kur në tavolinë me kanë nxjerrë një foto të Myrvetit të vrarë, aty ka qenë tepër shokuese për mua. Ke vazhdu me qenë spital? Jo. Apo Ashtë kanë qenë me intervistuar? Kur të morën për të intervistuar? Po, pra në lokalet e UDB-s. Po. Aty kur ma kanë nxjerrë fotografinë, nxjerra kishte pas një plumë në kokë, kështu, dhe i kishte dalë në ballë, ku ishte një hapje kogja e madhe, një pamje që asnjëherë nuk më hiqet nga mendja, dhe me të vërtet, unë ndjeva, t'ju them të drejtën, unë ndjeva i thyrë në atë moment. Unë ndjeva i thyrë. Ishte një pamje shumë e rëndë. Por aty kishte ndodhë, për t'ju kthy pyetjes tuaj, aty kishte ndodhë një konfrontim, sepse ata janë futur normalisht në spital, kanë pas armatim të lehtë me veti, nuk kanë pas armë të rënda. Dhe mirë po, për shkak të minutazhës së emisionit nuk mund t'i them të gjitha detajet, do thotë, mirë po aty janë kuptuar dhe ka fillu shkëmbimi i zjarrit. Polici që ka qenë të dera, Besnik Shales ja ka drejtu Kalashnikovin, dhe këtë duke e kuptu që ishte momenti i fundit, s'ka pas që ka të bëj më shumë, ja ka kap Kalashnikovin nga tyta, dhe kështu janë kacafyt, e ka godit me këtë pjesë të dorës, do të thotë, dhe polici ka rënë në tokë, Kalashnikov, policit i ka mbet këti në dorë, pastaj këj ka zhvillu luftimet me atë Kalashnikov, ka fillu të shti edhe Myrvete Maksutaj, në policë tjerë që janë, ka hedhë një bombë cila
për fatkeq nuk është aktivizuar, sepse gjatë tërheqjes se telit të siguresës, do të thotë njëra fije e telit i ka ngel brenda. Është këput dhe njëra fije i ka ngel brenda dhe nuk ka arrit. Po të arrihej ky qëllim, besoj që do t'ishin larguar pa problem, që të dy. Por kështu ndodhi. Pastaj gjatë tërheqjes, dikush nga katët e sipërme të spitalit e ka gjuajtur me snajper, ka gjuajtur kashtim me snajper vazhdimisht dhe një plom e ka zënë me vete. E të mërshme. Mirë, jemi drejt fundit të emisionit dhe do doja përfundimisht flisnim pak shkurt dhe për familjarët tuaj, sepse ju keni gjithsej 9 familjarë, 9 antarë të familjes që kanë humbur jetën, janë vrarë në luftë apo jo? Si janë vrarë, ku janë vrarë ata? Janë burra, gra? Janë burra, janë vrarë në masakrën e Qyshkut, ku janë vrarë edhe shumë të tjerë, por shtëpia ime, siç ju thash më përpara, ka qenë një nga bazat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ka qenë cak i serbëve shtëpia juaj për këtë arsye? Natyrisht, dhe do thotë une kur jam plagos dhe kur jam burgos, kam pas një kontingjent të madh të armatimit në shtëpinë time, për cilën janë kujdes babai im, axhallarët e mi dhe djemtë e aqve, dhe të cilin më pastaj e kanë tërhek shokët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në masakrën e Qyshkut, bashkë me shumë bashkëfratarë të tjerë, dhe do thotë kanë lënë prapa vetes 28 jetima. 28 jetima kanë lënë prapa vetes, të cilët kanë qenë pothuajse të pamundur për jetën e tyre. Bashkëshortet e tyre që kanë ngel të veja, kanë qenë të reja atëherë në atë kohë. Për mendimin tim janë heroina të vërteta. Ato kanë qëndruar besnik, do të thosha, amanetit të bashkëshortëve të tyre, edhe pse ata s'kanë qenë në pozitë që t'u lënë amanet, por e kanë ndjerë, e kanë kuptuar si amanet, kanë qëndruar dhe bashkarisht ja kemi dalë që t'i rritim ata 28 jetima. Jam shumë i lumtur se shumica prej tyre sot janë me fakultetet e kryera, janë me profesionet e shumta, janë shumë djemë të mirë, vajzat të mira, të cilët po vazhdojnë të punojnë, të kontribuojnë për vendin, po vazhdojnë pra rrugën e sakrificës së baballarëve të tyre, dhe kjo më bën më të vërtet shumë krenar, sepse në këto ditë edhe kur po bisedojmë, pra edhe kur festum ditët e çlirimit tani së fundmi, ndjehem më të vërtet i lirë e shumë krenar që shtëpitë e familjarëve të mi, asnjëra nga ato nuk është mbyllur dera, por vazhdon të jetojë. Kur janë ata të kontributi që po vazhdojnë rinia, një prej të, nëse nuk gaboj, një prej të vdekurve ka pas emrin Abdullah Lushi. Po, ai ka qenë baba im. Po, e ke përtri tek djali yt. Djali sot është në FSK. A mundesh më na kallëzu krenarin që ti e ndjen edhe çysh ke arrit me shpërnda këtë dashnin për vend që tash edhe djali me kontribu njëjtë? Me thonë drejtën kjo... Me kontribu njëjtë jo, po me... Jo, mendoj që është njëjtë. Po, mendoj që është njëjtë. Këtë kohë është njëjtë. Dhe do ta shpjegoj pse mendoj që është njëjtë. Sepse mund të fitosh diçka, por në qoftë se nuk e krijon aftësinë për ta mbrojtur atë që e ke fituar, pra është e kotë nëse e ke fituar. Prandaj e konsideroj që është e njëjtë. Sot djemë të ri, vajzat e reja që janë në uniformën e Forcës së Sigurisë së Kosovës, unë i konsideroj vazhdimësitë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse atë çfarë ka bërë ushtria lirimtare e Kosovës, sot e bëjnë djemt dhe vajzat e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra e mbrojnë shtetin, e mbrojnë lirinë, i mbrojnë krejt këto. Dhe kjo për të kthyer tek pyetja juaj, do thotë se si është shpërndar motivi, dashuria apo çka do qoftë, ajo unë e konsideroj që ka ndodhur në mënyrë të pavetdijshme. Nuk është që unë e kam sugjeruar, nuk është që unë i kam bërë përpjekje ta bind që ta vesh uniformën e FSK-s, madje dua të jem plotësisht i sinqert, unë kam pas pritshmëri tjera nga Abdullahi, sepse ka qenë një prej futbollistëve shumë të talentuar ka qenë. Dhe në momentin pra kur ka vendos të vesh uniformën e FSK-s, ai ka qenë i pranuar tek Ballkani Suarekës, që në atë kohë ishte kampioni i Kosovës, dhe kishte marrë në menaxhim menaxheri Kastriot Telaku, që është menaxheri Ermal Krasniqit, Albion Ramanit e këtyre. Dhe duke u kthyr rrugës, thotë unë kam vendosur me vesh uniformën e FSK-s. Çka mund t'i thosha unë? Asnjë fjalë s'mund t'ia thosha. Në të vërtetë më dukej se ishte më i madh se unë në atë moment. Dhe s'mund t'i thoja asgjë tjetër, sepse ta duash pra uniformën e Forcës Sigurisë dhe ta veshësh atë, do thotë ta duash vendin tënd, ta duash traditën familjare dhe ta duash
të mirën, mirëqenien dhe sigurinë e popullit dhe vendit në cilin jeton. Madje para vetës. Sepse besoj që përfitime shumë të mëdha do të Është vërtet, shumë vërtet. Një prej lojtarëve më të mirë prej fëmijë ka qenë tek pjesa e Dardanisë të Qyshkut, kështu që Po, ju e njihni edhe personalisht kështu. Unë ju uroj juve shëndet, i faleminderit shumë që keni nda këtë rrëfim